Një lajm surprizë vjen nga Shqipëria ku Edi Rama me ambasadorin Gozalo dhe Marta Kos do shkojnë në Slovaki dhe do të tundi dhëmbë edhe mballë. Dhe prej andej do shkojnë në shtëpinë e bardhë t'i thonë Donald Trumpit pse ti me gjykatën tuaj të lartë e ndëshkuat pikërisht atë që neve mezi po e promovojmë dhe t'ju instalojmë atyre pak shqiptarëve që kanë mbetur në Shqipëri. Le të presim trimin tonë Edi Rama, i cili dikur vetë ka deklaruar se fatkeqësia e Amerikës është Donald Trumpi. Sigurisht me takimin në Paris, duke u puthur me më të shëmtuarin armikun e përbetuar të Shqipërisë, Alex Soros, Sorat e zeza u ngritën dhe votuan 77 katolinat turpi ndaj familjes së shenjtë pikërisht. Atë që mban kolonën vertebrale të kombit shqiptar. Ky armik i betuar i shqiptarisë pas ka mision të shkatrojë deri në qelisë pikërisht kombin e tij.